Këshilltarët e opozitës u larguan nga mbledhja e Këshillit Bashkiak të Vlorës pasi nuk u plotësua kuorumi i nevojshëm për të miratuar rendin e ditës. Kryetari i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike, Atird Hoxha, thekson se këshilltarët e mazhorancës tentuan që me forcën e kartonëve të kalonin rendin e ditës, por për shkak se disa këshilltarë të Partisë Socialiste nuk e ngritën kartonin, duke mos votuar, rendi i ditës nuk u miratua. Pasi filloi mbledhja duke diskutuar rendin e ditës, kërkova fjalën për procedurë. Pasi mora fjalën për procedurë, argumentova se në këtë rendite ka më shumë pika se sa lejohet sipas rregullores. Një akt ligjor i dal për rregullimin sipas ligjit për veçëverisin vendore. Me forcën e kartonave tentoan kolegët socialistë dhe kryetari i grupit socialist zoti Moçka që ta kalonte këtë rendite, por që për fat të mirë disa kolegë socialistë të cilët nuk e ngritën kartonin jeshit për të miratuar të rendite, ky rendite nuk u miratua dhe për të arsye kjo mbledhje nuk mund të vazhdoj pasi nuk mori miratimin e Këshillit Bashkiak. Do të njoftohemi në një mbledhje tjetër për të parë. 25 ishin në favor të vazhdimit dhe pjesa tjetër ishte kundër vazhdimit, janë 51 këshilltar. Kryetaria e Këshillit Bashkiak njoftoi një pushim prej 10 minutash deri në një vendim të kryesisë së Këshillit Bashkiak. 10 minuta, e cila do të marrë një vendim lidhur me vazhdimsinë e këtij rendi dite. Faleminderit, 10 minuta pushim. Kryetari i grupit të këshilltarëve socialist Ervis Moçka kërkoi që sekretari i Këshillit Bashkiak të bënte interpretimin e nenit 65. Jo, drejtoi një sekretarit të Këshillit që të bëjë interpretimin e nenit 65. Pati një pretendim nga grupi opozitës, i cili pretendon që rendi i ditës nuk kaloi, nuk ishte vota mjaftueshme. Ndërkohë sekretari i Këshillit duhet të shikojë numrin e votave dhe rregulloren nëse ka të përcaktuar një numër të saktë votash. 25 pro, por neni 65 që unë konsultova thotë që rregulloja miratohet nga Këshilli dhe nuk përcakton një numër të përcaktuar votash. Shikojmë tani nëse ka nen tjetër siç pretendon opozita që përcakton këtë numër votash. Do mblidhet kryesia të përcaktoj datën. Datën e mbledhjes së radhës. Të radhë nuk. Ja do diskutojë tani për çështjen e korumit. E pra do diskutoj kryesia si do procedohen. Këshilltarët e opozitës ishin dakord që mbledhja e Këshillit të shtyhej për ditën e shtunë në orën 9 të mëngjesit, por me kushtin që të miratohet vetëm ndihma ekonomike për të mos penguar qytetarët përfitues. Nesër në orën 9 me kusht. Jo, si të gjitha, po jo, si do mbledhet me një rendite. Si do mbledhet me një rendite? Ore, po ne kishim disa argumenta që ti ishe dakord që po, tash ti s'do. Kryetaria erdhi dhe na tha, nesër në orën 9 kalojmë socialet se duhen bërë brenda. Dhe në kryetaria e bashkisë na kërkoi për pjesën e çfarë ishin në kredit. Jo, në kryetaria tha duhen kaluar socialet. Në kryetaria tha duhet kaluar. Atëherë, nëse nuk kemi konsensus për nesër në orën 9 që të jetë vetëm ndihma ekonomike, mos të pengojmë qytetarët, ndihmën ekonomike nga të ardhurat e bashkisë dhe nga të ardhurat e buxhetit të shtetit. Atëherë s'ka nevojë, bëheni sipas procedurës edhe të dëgjojmë. Procedurën e ka. Në fund kryetaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës, Elpinishi Mërkuri, në një deklaratë për mediat, u ka kërkuar ndjes qytetarëve për mos zhvillimin e kësaj mbledhjeje, ndërsa njoftoi mbledhjen e Këshillit Bashkiak të shtunën në orën 9. Të nderuar qytetarë të Vlorës dhe të nderuar këshilltarë, kërkojmë ndjes për mos vazhdimsinë e mbledhjes së Këshillit në ditën e sotme, për mungesën e kuorumit. Mbledhja e Këshillit do të zhvillohet ditën e nesërme në orën 9, sipas bisedës që është lënë me gjithë anëtarët e konferencës së kryetarëve të pozitës dhe opozitës. Faleminderit dhe dëgjohemi ditën e nesërme për rendin e ditës. Projekt vendimi për krijimin e shoqërisë bashkiake Vlora Invest SHPK duket se është bërë edhe shkaku i dështimit të mbledhjes, pasi këshilltarët me eksperiencë dhe njohës të ligjit bojkotuan edhe mbledhjen e komisionit juridik, si dhe Këshillin Bashkiak këtë të premte nga frika e spakut.